Zhvjeljes së Boronicës, Mjedrës dhe Manaferës në pemishten prej 7 hektaresh Gjavit Dinalia nga Hereqi i Gjakovës, këto ditë ka nisur vjeljen e aronisë. Ai shprehet jashtëzakonisht i kënaqur me rendimentin e saj këtë vit. Këtë vit bereqetet i shuj ashtu, apo rendimentet në kulturat e pemëve më në ore janë jashtëzakonisht të mira, që i të kalojnë të gjitha pritjet e mia si fermer, po edhe si ekspert i bujqësisë. Duke parë rendimentet e implantacionet e mia, besoj që stimulojmë edhe fermer tjerë që të mirën me këtë vërhymtari jo aq të zorshme, sa fitimbruse. Krahas punëtorëve sezonal të angazhuar në vjeljen e aronisë, Gjavitin po ndihmon edhe nipi i tij, i cili së bashku me familjen po i kalon pushimet në vendlindje. Unë jam ardhur Bralia, jam ardhur në Kosovë, me një gjyshit, me mjedh aronia, edhe Boronica, po. Punën dhe përkushtimin e fermerit Aliaj po e vlerësojnë edhe zyrtarët për bujqësi në komunën e Gjakovës. Njerëz me këtë vullnet punë, si Gjaviti i duhen komunës tonë me pas sa ma shumë. Fermerët tashmë kanë kalu në mjellin e Boronicës, Mjedrës, në mjellin e produkteve që janë profitabile për ne si konsumator të këtyne produkteve. Ne këtë plantacion nuk kemi veç Boronicë, po kemi edhe aronin, edhe rushin, edhe Manaferën, edhe Mjedrën. Si rezultat i punës dhe prodhimeve cilësore, pemtari Aliaj është licencuar nga institucionet shtetërore edhe për përpunimin e lëngut të aronisë, një produkt ky që po gjen gjithnjë më shumë kërkesë në tregun vendor.